Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Komisionerja për fqinjësinë dhe zgjerimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos, vlerëson progresin e Shqipërisë në rrugtimin e integrimit evropian. Gjatë prezantimit të progres të raportit për vendet kandidate për vitin 2025, ajo vlerësoi ecurinë e malit të zi Shqipërisë, Ukrainës dhe Moldavisë. Komisionerja për zgjerim tha se Shqipëria ka arritur një progres të admirueshëm që nga konferenca e parë ndërqeveritare me grup kapitujt e hapur gjatë këtij viti dhe me hapjen e pritshme të grup kapitullit të fundit në muajin nëntor. Ajo deklaron se Shqipëria mund dhe ta mbyll grup kapitullin e themeloreve deri në fund të këtij viti. Kryeministri i Shqipërisë kërkon nga gjykata kushtetuese zgjidhjen e ngërçit krijuar për drejtimin e Bashkisë Tiranës. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se mbajtja në burg e Veliajt, ndërkohë që ai mbetet kryetar në detyrë, krijon një disproporcion të rëndë, jo vetëm ndaj të drejtave të tij kushtetuese, por edhe ndaj të drejtës së qytetarëve të Tiranës për të shërbyer nga i zgjedhur i tyre. Sipas Ramës, qëndrimi i gjykatës kushtetuese ka qenë parimor dhe jo politik, ndërsa theksoi se njëjta parimësi duhet të udhëheqë dhe gjykimin për masën e sigurisë ndaj Veliajt për t'i dhënë atij mundësinë të vazhdojë procesin gjyqësor në gjendje të lirë. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Shqipërisë për të rikthyer në krye të Bashkisë së Tiranës Erion Veliajin u përshëndet edhe nga ish-kryeministri Berisha. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike në këtë rast, gjykata ka zbatuar ligjin. E vërtetë e pa diskutueshme është se të drejtat e njeriu u shkelen në mënyrë brutale, u përdor ndaj tij ajo praktikë që Enver Hoxha përdori ndaj Kadri Asbiut. Ai ishte një kriminal, një vrasës. Dhe në këtë rast, duke shkelur çdo procedurë, çdo ligj, i dhan atij mundësinë të marrë guximin dhe të krahasojë me Farkun e Kolumbisë, partinë që në fakt ai tha një të vërtetë. Narkoparti, narkoregjim. Kjo është e vërteta e Shqipërisë. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë rrezon vendimin e Këshillit të Ministrave dhe të Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj dhe shpall të pavlefshëm dhe dekretin e presidentit për zgjedhjet të parakohshme vendore në Tiranë. Në këtë mënyrë, ajo lë në detyrë kryebashkiakun Erion Veliaj. Pas shqyrtimit, gjykata vlerësoi se në rastin e shkarkimit të Veliajit, procedura e ndjekur nga Këshilli i Ministrave ka shkelur të drejtat për proces të rregull dhe duke mos i njoftuar kërkuesin dhe duke mos garantuar të drejtat e tij për të dëgjuar dhe për të mbrojtur. Gjykata theksoi se Këshilli i Ministrave nuk ka arsyetuar plotësisht as shkarkimin e Veliajit për shkelje të rëndë të kushtetutës dhe ligjeve, që do të ishte një bazë për të justifikuar këtë mas. Veliaj akuzohet në 9 raste për korrupsion pasiv, gjithashtu akuzohet për pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre, si dhe futjen e sendeve të palishme në burg. Vijon operacioni kombëtar për lishmërinë e objekteve në ndërtim dhe kundër ndërtimit të objekteve pa leje. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu, shoqëruar nga përfaqësues të Bashkisë së Tiranës dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, inspektuan në fakt aksionin për bllokimin e disa objekteve të ndërtuara në shkeljet e lejes. Askush që ka një leje ndërtimi apo del përtej lejes së ndërtimit nuk do të lejohet të përfitojë as 1 metër katror më tej se leja e dhënë. Dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre që ndërtojnë apo shesin objekte që nuk do ta kenë të mundur të përfitojnë as 1 metër katror të zaptuar padrejtësisht dhe në mënyrë të paligjshme. Ndër të tjera, Koçiu kishte edhe një paralajmërim për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë prona. Këtu kam një thirrje dhe për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë një pronë. Duhet të bëjnë shumë kujdes në verifikimin e statusit ligjor të saj dhe të lajmërojnë organet kompetente për çdo parregullsi apo për çdo situatë abuzive me pronë. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Blendi Sulaj, bëri me dije se si në këtë rast ndërtuesit kanë tejkaluar lejet e ndërtimit, ndërsa kryeinspektorja e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Dallëndyshe Bici, bëri një apel për ndërtuesit dhe personat të përfshirë në këtë veprimtari që të jenë korrekt në zbatimin e ligjit. Qeveria shqiptare merr masat për të frenuar palishmërinë në ndërtim. Zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj mbrojti përpara Komisionit Kuvendit për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural ndryshime që sjell akti normativ për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundralishme, duke rritur eficiencën dhe përgjegjshmërinë në inspektimin e territorit, ndërsa zëvendës ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Enkeleda Muçaj nënvizoi se kontrolli i ri është një hap i domosdoshëm për disiplinimin e ndërtimit dhe për garantimin e interesit publik në gjithë territorin e Shqipërisë. Deputeti i opozitës Xhelal Mziu e cilësoi aktin si të paprecedent duke argumentuar
se ai centralizon kompetencat pa ndryshuar thelbësisht sistemin ekzistues dhe cënon autonominë e pushtetit vendor. Qeveria shqiptare rikonfirmon mbështetjen për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ministria për punët e jashtme dhe Europën Elisa Spiropali takoi në paraburgimin e gjykatës speciale në Hag ish-presidentin Hashim Thaçi. Më vjen mirë që gjeta presidentin Thaçi në gjendje të mirë, ndiqte zhvillimet në Shqipëri edhe në Kosovë, sigurisht me dëshirën për të parë dy vendet tona sa më mirë. Përmes rrjeteve sociale, ministria Spiropali apelon për një proces të rregullt dhe të drejtë ndaj shkrerëve të UÇK-s. I shpreha mbështetjen e Ministrisë Jashtme të Qeverisë Shqiptare të Kryeministrit Rama për një proces të rregullt dhe të drejtë, i cili në fund të prodhoj drejtësi historike dhe jo padrejtësi historike. Ne urojmë shumë që ai vendim i pjekurisë shtetërore të Kosovës për të votuar dhomat e specializuara dhe gjykatën speciale të mos kthehet në të kundërtën e vet, por të respektoj procesin e rregullt ligjor, të drejtat e njeriut. Ishte Elisa Spiropali, ministre e jashtme e Shqipërisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës vijon përpjekjet për të shmangur zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes së Vendosje, Albin Kurti mandatoi Glau Konjusën për krijimin e kabinetit të ri qeveritar. Pas diskutimesh të zgjeruara e të thelluara në kryesinë e lëvizjes son, unë do të propozoj sekretar i lëvizjes vetëvendosje që jam, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauk Konjusa. Para antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes së Vendosje, Kurti tha se ky propozim synon të shmangë që vendi të shkojë në zgjedhjet e reja. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar. Unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashk. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale. Le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Glauk Konjusa pranon mandatin nga Albin Kurti në përpjekje për formimin e qeverisë së re. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, ish-kryetari i Kuvendit Kosovës tha se me përulje pranon këtë për qenë shërptor i interesit publik. Me përulje dhe obligim më duhet ta pranoj këtë nominim të Këshillit të Përgjithshëm për mandatar kryeministri. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shndron në shërptor të interesit publik. Për Konjusën, përmes këtij vendimi do të kërkohet shmangja e dy palëzgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh dhe votimi i buxhetit për vitin 2026. Cili është interesi më i thellë publik i popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhem? Lëvizja vetëvendosje e ka definuar këtë interes në dy shtylla në rrethonat aktuale. Së pari, shmangja e dy parë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë, prej mbi 80.000 pagave të sektorit publik, pensionet e shtesat e fëmijëve sipas rritjeve të planifikuara, e deri te projektet ekzistenciale për shoqërinë tonë. Deklaroi Glauk Konjusa. Pas propozimit të Glauk Konjusës për kryeministër reagoi dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në komunikatën e LDK-s thuhet se është bërë qartësi e dukshme për opinionin publik dhe për të gjitha subjektet parlamentare, se asnjë parti politike nuk e zotëron shumicën e nevojshme parlamentare për të formuar qeverinë e re. Në këto rrethana sipas saj, shtyrjet procedurale dhe interpretimet e stisura vetëm sa thellojnë pasigurinë politike dhe dëmtojnë besimin e qytetarëve në institucionet e Republikës. Mandati për qeverisje u takon qytetarëve, le ta thonë fjalën e tyre në zgjedhje të lira dhe të drejta, apelon Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës refuzon projektin e vetëvendosjes për krijimin e një qeverie me Glauk Konjusën kryeministër në vend të Albin Kurtit. PDK kërkon të jepet fund zvarritjeve dhe zgjidhja e vetme sipas saj mbeten zgjedhjet e reja të parakohshme. Në komunikatën për media nga PDK thanë se çdo tentativë për të dhënë sërish mandatin kësaj partie do të përbënte humbje kohe, zvarritje të panevojshme dhe thellim të mungesës së besimit në institucione. Aktualisht zgjidhja vetme e drejtë demokratike janë zgjedhjet e reja të parakohshme që do t'i kthejnë sovranitetin qytetarit të Republikës Kosovës të drejtën për të vendosur drejtimin e ardhshëm të vendit
si dhe për t'i dhënë legjitimitet institucioneve të reja, thuhet në reagimin e PDK-s. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, nënvizon se mandatimi për kryeministër jashtë afateve kushtetuese të presidentes së vendit do të përbënte shkelje të saj. Për kryetarin e Aleancës, kandidatura e dytë nga vetëvendosja për qeveri është veç përpjekje për të vazhduar kapjen e institucioneve të shtetit në kundërshtim me krejt normat kushtetuese dhe politike. Thirrja e Ramush Haradinajt është që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare për 35 kryetar komunash të dalja nga zgjedhjet lokale të 12 tetorit. KQZ-ja thotë se ky vendim vjen pas konfirmimit se është përmbyllur vendimarrja e lidhur me procesin e ankesave për këto komuna. Ndërkohë ka nisur zyrtarisht fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve në garën për kryetar komunash që do të zhvillohet më 9 nëntor. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash do të zhvillohet në 18 komuna, si në Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fushë Kosovë, Mitrovica e Jugut, Obliq, Rahovec, Pej, Prishtinë, Prizren, Suarek, Viti, Vishtri, Junik, Mamush dhe Klokot. Presidentja e Kosovës kërkon reagimin e institucioneve ndërkombëtare për plagosjen dhe më pas rrëmbimin nga Xhandarmaria serbe në Leposavić, të një shtetasit të Kosovës me kombësi serbe. Përmes rrjeteve sociale, Vjosa Osmani deklaroi se kjo ngjarje është një dëshmi shtesë e qasjes së saj hegemoniste, ku çdo qytetar që guxon të flasë të vërtetën rreth regjimit autokratik të Vučićit sulmohet dhe torturohet në mënyrën më barbare të mundshme. Mëtej ajo shkruan se bota demokratike duhet të reagojë të ndalojë këto sulme të Serbisë, që kanë për qëllim rrezikimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin tonë. Policia e Kosovës konfirmoi se një serb dyshohet se është plagosur në zonën e Leposavićit dhe më pas është rrëmbyer nga Xhandarmaria serbe. Ngjarja ndodhi në datën 1 nëntor, brenda territorit të Republikës së Kosovës në afërsitë e Leposavićit, në vendin e quajtur Pika Zero në mes të Republikës Kosovës dhe Serbisë. Pas hetimeve të ndërmarra ka rezultuar se disa persona të maskuar kishin hyrë në territorin e Republikës Kosovës duke plagosur dhe rrëmbyer viktimën. Më pas ata e kanë dërguar me një autoambulancë në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi. Për rrëmbimin e një serbi në territorin e Kosovës reagoi ministri i detyrë i punëve të brendshme. Xhelal Zveshlia tha se Serbia po vazhdon me veprimet e saj destabilizuese ndaj Kosovës, duke cënuar hapur integritetin territorial. Ky është një akt i përsëritur dhe i pandëshkuar 2 vite më parë. Pjesëtar të njësive speciale të Serbisë hyn brenda territorit tonë dhe rrëmbyen 3 pjesëtar të policisë son, pas kësaj ndodhi sulmi terrorist në Banjsk. Në anën tjetër është e vazhdueshme politika e terrorit dhe dhunës që ajo ushtron në vazhdimsi me figura që nuk pajtohen me politikat agresore të Aleksandar Vučićit, shkruan Xhelal Zveshlia. Ai po ashtu deklaroi se kjo qasje agresive dhe provokuese e Serbisë është e papranueshme. Misioni NATO-s në Kosovë konfirmoi se është në dieni rreth njoftimit të policisë se një serb i Kosovës dyshohet të jetë plagosur dhe rrëmbyer nga Xhandarmaria e Serbisë brenda territorit të Kosovës. Në deklaratën e saj, KFOR konfirmon se situata e sigurisë në vijën kufitare administrative është e qetë. Policia e Kosovës ka nisur hetime dhe vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me disa entitete përfshirë KFOR-in, është thënë në përgjigjen e këtij misioni, ndërsa autoritetet në Serbi nuk kanë reaguar rreth kësaj ngjarje. Raportuesi në Parlamentin Evropian për Serbinë është treguar kritik me qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj Beogradit. Sipas tij, qëndrimi i Komisionit Evropian ndaj pushtetit të presidentit serb Aleksandar Vučić ka qenë padrejtësisht i butë. Sipas tij, për vite me radhë Brukseli ka injoruar shenjat gjithnjë më të qarta të forcimit të autokracisë në Serbi dhe dukuritë që lidhen me të, si korrupsioni, dobësimi i institucioneve të shtetit të së drejtës dhe braktisja e vlerave themelore mbi të cilat mbështetet rendi evropian. Në lidhje me kërkesat e studentëve që po mbajnë bllokadën që pushteti të shpallë zgjedhje të parakohshme parlamentare, Pikula tha se nuk ka arsye të besojë se zgjedhjet e mbajtura në këto rrethana do të ishin të lira dhe të ndershme, pasi autoritetet në Serbi nuk kanë përmbushur thuajse asnjë nga 25 rekomandimet e vëzhguesve ndërkombëtar. Një ditë më parë, Aleksandar Vučić deklaroi se zgjedhjet parlamentare në Serbi do të mbahen para afatit, por pa specifikuar se kur. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, tha se reduktimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë mund të ndodhë vetëm kur vendi të ketë kapacitetet e nevojshme për të marrë vetë vendime. Gjatë një vizite zyrtare në Sarajevo, Kallas tha se ngjarjet e fundit në Kuvendin Popullor të Republikës Srpska paraqesin një mundësi të re për të qetësuar tensionet politike. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme mund të rivendosin besimin tek autoritetet lokale. Qytetarët e Bosnjë dhe Hercegovinës meritojnë një shans për stabilitet dhe një shans për të marrë frymëlirisht, tha përfaqësuesja e lartë e Unionit.
Kalla tha se Bashkimi Evropian ju përgjigj kërcënimeve ndaj rendit kushtetues të Bosnjë dhe Hercegovinës në muajin mars, duke forcuar trupat evropiane në këtë vend. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, propozoi që të shqyrtohet mundësia për kufizimin e mandatit të kryetarëve të komunave. Në kontekstin e zgjedhjeve lokale, ajo vlerëson se duhet të merret parasysh opsioni që njëjti kryetar komune të mund të zgjidhet vetëm për 2 mandate. Nëse ka kufizime në sistemet parlamentare të presidentët me funksione ceremoniale, sistemi ynë i qeverisjes lokale mund të cilësohet pothuajse presidencial me kompetenca shumë të mëdha të kryetarëve të komunave, apeloi presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut. Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës garanton mbështetjen për Maqedoninë e Veriut. Para deputetëve në Shkup, presidenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës deklaroi se Ballkani njeh më shumë histori se çdo rajon tjetër, por gjithashtu prodhon më shumë mençuri se sa është njohur. Theodoros Rusopoulos vlerësoi se Ballkani ka treguar se kujtesa e dhimbjes mund të shërbejë si disiplinë për paqen, se bashkëjetesa mund të mësohet dhe se uniteti evropian nuk është dhuratë e gjeografisë, por zgjedhje e vullnetit. Jo të gjithë kandidatët patën kushte të barabarta në garën për raundin e dytë të zgjedhjeve vendore në Maqedoninë e Veriut, vlerëson OSBE ODIHR në raportin e parë, një ditë pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Vëzhguesit arritën në përfundimin se mungesa e harmonizimit dhe boshllëqjet e shumta ligjore janë shqetësuese sa i takon administratës zgjedhore, qasjes në media dhe sistemit për zgjidhjen e kontesteve zgjedhore. Përfshirja e përsëritur e zyrtarëve qeveritar në fushat si dhe akuzat e vazhdueshme për presion ndaj nëpunësve të sektorit publik dhe votuesve, si dhe akuzat për blerje vote ishin shqetësuese, tha Mateo Mekaçi, shefi misionit vëzhgues të OSBE ODIHR-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.